Mirë, kthehemi në studio, flasim për librin e ri të historianit Marlene Kasmi për Sadik Premtaj, po natyrisht është një histori e cila fut këtu dhe shpjegime edhe historike për mënyrën se si komunistët arritën, në fakt, marrin drejtimin e vendit në një moment të caktuar kur ai u braktis nga drejtuesi më parshëm dhe u pushtua nga italianët, por padyshim edhe në sfondin e temi shtrirjes së luftës së dytë botërore si një konflikt global i armatosur i cili si shfilloi, pra u kuptua që duhet kishte një fund apo jo, profesor, në këtë moment nuk ishte më dilema, nuk ishte vend më për diskutime, nuk ishte vend më as për alternativa. Alternativë nuk mund të kishte në qoftë se ti mohoje që në fillim lëvizjen e parë që duhet bësh, apo e për të përgjigjur thirrjes kohës, siç thash, pra pjesëmarrjes në luftë armatosur kundër pushtuesit. Po mos harrojmë jo vetëm kjo, domethënë që e fitoi, e kapi momentin, siç thua ti, po ka ndodhur edhe gjëra tjera, domethënë po themi Fronti Antifashist Nacional Çlirimtar, që s'kishte vetëm komunist, kishte edhe patriot. Edhe këtë pjesë e kënaqi në mënyrë pjesën patriotike nacionaliste, themi, në mënyrë shëmbullore do ta thosha, sepse çfarë ndodhi kur mbaroi si thua ofensiva gjermane e dimrit, erdh pranvera dhe ato formacionet partizane që ishin kur ishin pakur, kuptohet që dhe u shumuan, u shpeshtuan, u rritën si numër. Dhe pikërisht në atë kohë, balli kombëtar i pari bëri një shkelje të vetvetes, shkelimi vetveten, sepse që në maj të vitit 1944, duke parë që Britania e Madhe e trajtonte me shumë precedencë Greqinë, tentuan marrëveshjen me grekët, me të djathtën greke dhe me qeverinë greke në mërgim, për të krijuar një shtet të përbashkëm greko-shqiptar, ku Greqia do të mbulonte edhe mbrojtjen edhe politikën e jashtë. Ekspedita Dimitër Fallës. Për atë thos. Për atë po flas, ajo është bërë me disa takime dhe do të thosha edhe të turpshme, mënyra si është formuluar, se është propozuar nga balli kombëtar, nuk e propozuar. Grekët u treguan skeptik. Themeluesi i partisë. Ka qenë zjarrist Dimitër. Zjarrist. Atëherë, nuk është Mitat Frashi, është firma e Mitatit që dërgon komplekse, ka padur Koçokotën dhe me këtë detyrë do propozoni krijimin e kësaj, shteti dualist greko-shqiptar, ku ata të kenë mbrojtjen e të kenë edhe politikën e jashtme, dhe ti ku reduktoheshe çfarë? Në një provincë të një shteti, ose në një, po themi, në një pjesë federative. Profesor, ka bërë gabime edhe Partia Komuniste Qendrore. Tani unë do të them të mirat që ka bërë në raport me këtë, se kjo është shumë e rëndësishme lek. Kjo është shumë e rëndësishme. Po të merr me ballin të shtia po me. Ata Dimitër Fallon e kapën dhe e diti u pushkatua. Mirë. Se luftje, apo jo? Pushkatua, donte të krijohen në shtetin tani. Një minut. Tani lek më se e kam rrahur, jam thinjur duke u marrë me këtë punë. Në atë propozim që bënde Mitat Frashi me firmën e tij, thuaj edhe që Shqipëria në kuadrin e këtij shteti dualist do kishte kufit e vitit 1939, pra e harroi dhe Kosovën edhe Çamërinë. E harroi Mitati që 4 vjet propagandën kundër komunizmit e ka bërë vetëm me këtë, Shqipëri e Madhe. Ja praktikisht në kufit që jemi dhe sot aktualisht. Këto që jemi, bile i hoq, nuk tha të 13, se na u hoq edhe Shënaumi edhe Vermoshi, apo jo, mbas 13-ës. Prandaj tha 39. Informale të pa definuara. E para kjo. Tani këtë punën e aleancës me britanikët, Partia Komuniste e refuzoi që në fillim. E thonë dhe amerikanët vetë. Amerikanët, e thotë ky Tomasi, Tom Stefani, e thotë në një raport të tij, thotë, neve, thotë, Enveri, na toleron, thotë. Anglezët nuk i duron dot. Sepse e dinte
pikërisht që me deklaratën që bërin 42-shin, Ministri Jashtëm, që ne mas luftës, po luftojnë shqiptarët, po mas luftës do e urishojmë kufit. Kjo që deklarata. Dhe kjo alarmoj edhe Mitat Frashi, se i pari ka reaguar Mitat Frashi, po këshu në kafene, do më thënë, nuk është se ka bërë në një, kurse këta reaguan, dhe qëndrimi që unë bajt pasaj, duke sepse tani ajo ja bënte mu, që Britanikët, pjesën kryesore të misione ushtarake, i zhvendosen, i kishin tek bazë i Canës, Moren Bajraktari, apo jo ke Bajraktarët e Veriut. Këtu me shtabin ishte vetëm këtë Tomi që Amerikan, gjanë, po ishin edhe një grup anglezës. Dhe nuk kam mbaruar, e mbarova e fundit, dhe, për të thënë, në vitin 24, në shtator, shtabi përgjithshëm, me firmën e dikujt, lëshon një urdhër, 3 brigata të ushtrisë antifashiste nacional shqirimtare, reshtohen me detyrë mbrojtje e kufirit, Shqipëria si shliruar. Kufirin me Greqin, të gjithë që nga Vlora, rreth e rrotull për ruajtjen e kufirit. Dhe e mbyll. Kur mbajt fjalimin 28 në ndorë, këtu në Bulevard, apo jo, kryetari i qeverisë përkohshme që erdhi nga Berati, i kushtoi në atë fjalim 3 faqe, a 2 faqe sa ishte, gjys faqe ka qenë me për Greqin, sepse kishte dal Papandreou me deklarat që ne do marim Borjepirin nga Londra e kupton? Dhe këj gjys faqe thët, ne jemi gati të bëjmë një luft tjetër, ne nuk kemi tokë për të dhënë, ne kemi toka për të marrë, po për të dhënë nuk kemi. Kështu që e ka pasur edhe këtë momentin, po themi, nacionalist, kombëtarist, Partia Komuniste ka hapur, e ka kapur vetë, apo ja ka thënë Agjilleshi, ja ka thënë Bab Byslimi, ja ka thënë edhe ata patriotët, po them që s'ishin komunistë dhe ishin pjesë, është tjetër gjë. Fokusi i librit tënd është Sadik Premtaj si një oponencë e brendshme e Partisë Komuniste. Pra, le të themi nëse ndarjet me ballin, me legalitetin ishin të qarta. Pra me këto parti të tjera. Qa oponencë bënin grupet nga brenda? Pra ku ndashin ta me linjën zyrtare të përfaqësuar temi nga Emir Hoxha? Fakt mund ta skicoj mirë pasi vetë Sadiku ka lënë të shkruara për marrëdhëniet e tij të brendshme, pra me kolegët e tjerë, por sidomos me emisarë. Lëvizjet komuniste u sponsorizuan apo u mbështetën në këtë periudhë edhe nga Britania e Madhe, pasi u rreshtuan bashkë përballë nazizmit, përballë Hitlerit. Por atëherë Sadik, tham nacionalistët patën këto që thot profesor Xhufi, këto flirtimet apo llogaritë e gabuara që ata bën. Po këta brenda të majtës, këta duhet parë... Pse këta u eliminuan? Cila ishte arsyeja që... Ose si këta u kundërvun linjën zyrtare? Ato që vetë Sadiku shkruan edhe që shkojnë në drejtimin e analizës historike, janë pretendimet që ai pati pikës pari me rolin e 2 emisarëve jugoslav, me mënyrën se si ata vepruan brenda Partisë Komuniste, dhe sigurisht duke qenë që u prek nga qëndrimi i tyre, i shikon dhe ata si problemi më i madh brenda kësaj lëvizje, shikon po ashtu një mëtej që në analizën e tij gjithmonë, që Komiteti Qendror u zgjodh sipas shijeve të tyre, çka në fakt po ta shikojmë është një intensitet shumë i thellë se sa kaq. Dhe në momentin që menjanohet edhe nga zgjedhja në Komitetin Qendror, sepse grupi të rinjve përsëri u bëjnë padrejtësi. Kur do krijohej, themeloi partia, u mor vendimi paraprak që nga çdo grup komunist do ketë 2 përfaqësues në Komitet Qendror. Sigurisht përjashtoheshin drejtuesit e grupeve për arsye se ata kishin qenë thonjza problemi që s'kishin rënë dakord, me qëllim që të shmangej drejtuesi i partisë që të vinte nga një nga drejtuesit, dhe shikojmë që kur themelohet Partia Komuniste, grupi i rinjve përfaqësohet vetëm me një antar që është Ramadan Çitaku. Pra, pakënaqësia e parë vjen sigurisht në këtë drejtim. E dyta një hap më tej për mënyrën se si u organizua pra Partia e Re Komuniste, duke prishur celulat e vjetra, duke u ribër celulat, duke urdhëruar të mos komunikojnë me shokët e vjetër me celulat e vjetra. Dhe në këtë pikë jep dhe profesor Kristo një dhënë shumë interesante, se ka qenë po ashtu person Kristo Frashi që thoshte pse. Dakor do ta bëjmë, po pse? Pra kishte shumë pse që nuk pëlqeheshin. Edhe si mos t'i flasun shokut tim që jam rritur
që kam qenë deri ditën se lule dhe tani të bëj sikur nuk e njoh. Do të thënë gjëra të kësaj natyre. Të gjitha këto për hir të konspiracionit, pra që ishte shumë i rëndësishëm për këtë parti komuniste, sikurse edhe të tjerat për hir të vërtetës, dhe pastaj vim dhe në një moment tjetër shumë interesant dhe të rëndësishëm te kritika dhe autokritika. Pra këtu kemi parasysh dy modele. Dhe unë mendoj që dhe e kam shkruar që Sadik Prendaj dhe Anastasi me siguri ka qenë i njohur me ide trotskiste sepse Internacionale 4 u krijua që në vitin 1938. Pra, ka qenë i njohur me përmbajtjen e kësaj opozite që i bëj Stalinit nga Trotski dhe pak a shumë shkon në të njëjtën drejtim edhe logjika e sjelljes tij. Do të thënë, kritika, autokritika, mënyra... Ishte si fulsi. Padyshim, vinte nga shkolla. Po, padyshim, nuk diskutohet pra që ishte informuar. Edhe thelbi ambicia për të bërë karrierë dhe kritika në autokritikën. Pra filloi si një çarje në këtë mënyrë, pastaj ndarja kryesore është momenti që ishte tërësisht kundër linjës së vrasjes. Pra kundër eliminimit fizik të shokëve, kolegëve pra brenda radhave të tyre. Dhe ky është momenti pastaj që sidomos pas organizimit të atentatit në gusht të 43-shin ndaj tij, padyshim që aty është çarja përfundimtare. Pra këtu ai shpëtoi nga ai atentat apo? Shpëtoi nga atentat. Ti e ke po që të ta lë ty 10 minuta, unë do flas vetëm një. Domethënë pse që i rrezikshëm, që të rrezikshëm kjo dyshja Anastasi me Sadikun. Se mbas vetes kishin dhe një çet, që ishte çeta plak, e cila kishte degëzime në të gjithë qarkun e Vlorës, i cili ishte projektuar që në atë kohë si baza e luftës, domethënë antifashiste. Pra, ishte dhe kjo gjë, dhe këta me një qet të fortë, si që ishte qeta plak, edhe me tendenca edhe të zhvilloj, të zgjeroj, duke bërë, si të thuash, fraksionistin, pra krijoni një ishull autonom brenda pushtetit dhe rrezikoni Kratë armatosur dhe ju stile tenisë, nuk e tharro. Dividjet impera. Tani me që jemi, do bëjmë oponencën, unë kam përkthyer atë generalin Davis, që Koli me drejta, ka falsifikime, tha, në ritregime të ngjarjeve? Po, ka. Atëre, unë me që kam përkthyer dhe Koli ka qenë në gazetë, atëre, gazeta që dilte, kemi bëtu një 12 faqe. Ti ke bëtuar kujtimet e viteve 50. Jo generali Davis. Generali Davis. Aventura iliriane. Edhe pikrisht. David Smiley, janë të David Smiley të ato. Mirë, s'ka rëndësi. Edmund Frank Davis. Kur u godita ju plagos në Bizë, në Bizë, edhe këta e kishin dhënë garanci e Enveri. Davisi. Forcat e Aziz Biçaku. Çka ke Biçaku? Po i kishte dhënë garanci. Sa përzisim legën tani. Enveri dha garanci nuk Kujt ja dorëzoi Biçaku? Kujt ja dorëzoi generalin? Kujt ja dorëzoi gjermanëve që prisin nga rruga poshtë? Kush u dekorua nga Hitleri dhe Biçaku? Ai shpjegon vuajtjen, plagosjen, vrasjen, nuk e vran. Generalin Davis e plagosën dhe dorëzuan në spitalin Gjerman në Tiranë. Dhe trajtuan shumë mirë. E trajtuan shumë mirë se do merrshin shpërblimin, se kishte edhe atëherë ekzistonte militarizmi financiar. Atëherë Enveri thot, kur ne shkonim në përbor, ai s'na jepte çokolata, kështu është ajo, se di ose ja ka rregullu. Nuk ishte kaq Enveri, mos e bëj kaq. Jo, po unë kam përkthyer atë. Po ishte edhe i ri atëherë, nuk kur plagët e mundet. Të gjitha racionet të përcaktuara. Nuk e thot këtë Enveri, s'na jepi çokoladë. Lutem, mos u kap te çokoladë. Thelbi është Mitat Frashi ka firmosur me generalin Davis që do luftojmë Gjermanin. Mas presionit fort. Në Shëngjergj. Po, Shëngjergj. Presion, i bëri Davis i dha ultimatum. I dha ultimatum. Këtë natën nuk e ka firmosur. Në mëngjes, në presionin e firmosi dhe është dhënë në radio BBC. Të shi ta themi këtë që ka firmosur. BBC i jepte me precedencë lajmet për ballin kombëtar e për legalitetin. Po, edhe generali Davis vendos në Bizë mas 43-shit. Se e kam edhe kontrat, derisa të vdes nuk e prek dot BBC. E kam kontrat. Po. Për shaka. Kështu që duhet ta themi që Mitat Frashi në fund u bë me anglezët dhe vetë gjermanët thoshin që ai është agent anglez. Domethënë në shkresat ato është
me anglezët, mos. pavarësisht se sigurisht ishte bashkëpunimi dëshiruar imitat Frashit, që padyshim ishte anglezët, se i komprometonte. Në fakt ka dy momente balli kombëtar. Ka dalë në ilegalitet, pra në gusht në fund korriku të 43-shit, pra ku pa që Italia fashiste. Ku doli në ilegalitet? Dhe të njëjtin veprim e ka bërë dhe në tetor të 44-s, madje aty është momenti që u drejtohet alatëve, thotë që ne dolëm në mal, luftojmë kundër Gjermanit, na jepni armë. Në tetor. Kishte mbaruar. Momenti që Gjermani ishte drejtik. Pra në tetor tashmë Greqia ishte liruar, Gjermanët po trigjeshin dhe nga Shqipëria, ishte dhënë urdhri për tërheqjen nga Shqipëria. Pra ishte një veprim i dëshpëruar politik për të marrë armatim dhe për të fituar një përkrahje nga latët, ndoshta për të ngelur si. Por që balli kombëtar na largon nga tema Po na largon, është temë vete. Rrim edhe pak këto minutat e Sadik Premve. Pra gjatë aktivitetit i gjatë këtyre viteve le temi pasi ai. Viti intensiv i Sadik Premtajt si opozitë e brendshme është viti 42, ku duhet thënë që janë bërë një sër konferencash për Sadik Premtaj dhe Nastas Lurën, edhe antarë tjerë grupit të rinjve, me qëllim domethënë që tu treqi vëmendjen që të kthehen përsëri në radhët tona, pra u jepej kohë gjoja për një lloj riabilitimi deri në momentin e fundit që do të përjashtoheshin, pra përsëri nëpërmjet një konferencë nga radhët e Partisë Komuniste, u dërguan në bazë. Ndërkohë që këtu është interesant për të theksuar dhe profesor Plumbi e tha, çfarë përfaqësonte Sadik Premtaj në Vlorë dhe sidomos në lumin e Vlorës? Ishte padyshim një nga personazhet më popullor, më të njohur dhe më me ndikim në këtë territor. E para njerë për shkak të asaj vetë oratorisë ti, lidhjeve tia. E dyta, për shkak të miqësisë ti me Hysni Lepenicën, që duhet thënë ishte po ashtu një nacionalist dhe një personazh shumë i rëndësishëm i lumit Vlorës, me qetën armatosur mbrapa, me aksionet përbashkëta, edhe me frontin në disa betejë pra gjatë pushtimit italian, sikurse edhe vetë Sadiku thotë që në fakt Hysni Lepenica, antari i partisë, pra fillimisht si zjarrist i grupit zjarrit, dhe sipas Sadik Premtajt, Hysni Lepenica ka qenë edhe antari i Partisë Komuniste, deri në momentin që u mor vendimin për të përjashtuar Sadikun. Dhe po ashtu krau i armatosur, pra kunati i tij Neki Meraj, me qetën plak të Vlorës, duhet thënë dhe tentativat e Sadikut për të ushtrirë dhe në drejtim Gjirokastrës dhe të Mallakastrës, dhe ky ishte rreziku që u paraqit shumë në këtë kohë. Nëse Sadik Premtaj do të arrinte që të thërriste konferencën që kërkonte për riformatimin e qarkorit të Vlorës, nëpërmjet këtij riformatimi sigurisht vije në pikpyetje dhe Komiteti Qendror Provizor. Pra ishte një problem shumë i madh i brendshëm ekzistencial për Partinë Komuniste, për Komitetin Qendror. Profesor, për mbylli batut, te historia e Sadik Premve duhet shohim dhe origjinën e KPD-s socializme, me sa duket. Me tonalitet shumë më të ulët, shumë paqësor. Shumë paqësor. Mirë, Marilyn, faleminderit shumë që ishe me mua dhe folëm për këtë libër, sigurisht 55 minuta janë pak për të folur, por sigurisht është mundësia më e mirë ta merrni ta lexoni librin. Vetëm një fjalë nëse mundem, libri është në treg i botuar nga shtëpia botuese Naimi, mund të shikohet, lexohet dhe të kritikohet. Dhe të kritikohet patjetër, por rëndësi ka që të lexohet. Profesor Xhuj, faleminderit se nisi ty në program. Faleminderit Lek. Si gjithmonë, ti u kisha sërish prapë në studio.